nuk i shfrytëzojnë, por në këto pozicione shtetërore absolutisht janë të interesuar maksimalisht me shfrytëzu. Këtë po besoj që dojna me ndru kushtetutën. Por me dhonat përgjigjen se qysh ndrohet kushtetuta, prap themi kështu ndrohet kushtetuta, por kur e këshyrim në realitet është pothuajse misioni pamundshëm me ndru kushtetutën për një periudhë paktën 10 vjeçare. Ndoshta mas një periudhë mund ndryshoj edhe mentaliteti serbëve dhe fuqia e Beogradit vjen. Por sot për sot dhe me këtë investim që bën Serbia në Kosovë dhe kontrolli dhe ndikimi në serbët që përfaqësojnë në kuvendin e Kosovës është e pamundshme. Pra, është e pamundshme dhe na si shtet krijojmë disa mekanizma, ndoshta na i ndrojmë edhe subjektet, por kontrollin, qëllimin, investimin e Beogradit është e pamundshme me ndru, për shkak që e ka gjetur metodën më të përsosur të mundshme për të ndikuar të serbët lokal dhe për të përfaqësuar pro ato grupe që më shumë shkojnë koordinohen në Beograd dhe vinë me misione të caktuar. Andaj ne duhet në aspekt strategjik me këqyr ku mund gabojnë ata që me mujt ne mi bloku dhe me gjetë hapësira. Dhe përveç kësaj çështje, realisht sipas